dhe këtu është për nderë dhe kënaqësi ta kem prezent atë që e përmenda edhe me parë, duke folë pra për basketbollin e femrave, ku e kim të pranishme, sërish tash me kapitenën e skuadrës së Bashkimit, Aulona Mohadri, cila ka fituar titullin, fakt kupën e Kosovës në basketboll me ekipin e Bashkimit. Aulona, mirë se erdhe ju bashkuve emisionit Bazita Sportive sërish. Po, faleminderit shumë, mirë se ju gjeta, është gjithmonë kënaqësi. Kënaqësi kur po thrasmi, veç kur po fitoni kupa. Po, normal është kënaqësi shumë e madhe dhe herën e fundit që isha normal si titullare e titullit kampion. Normal, për mua shumë kënaqësi me ardhur gjithmonë me përfaqësu klubin, pse na herë di që ju ngelim, si me thonë, bargj mediave për shkak të orarit ngjeshur të stërvitjeve, po megjithatë mundohemi me gjithë ko sa do pak, se kemi edhe na një farë përgjegjësie ndaj mediave që me dalë dhe me tregu se çka përfaqësojmë edhe shumë mirë kur i prezantojmë edhe trofet. Se është dëgjoha, keni trajnerin strikt e keni problem. Po, ashtu është neve edhe gjatë kësaj intervistës kemi lënë 2-3 takime, po s'kemi mujt me u dakordu, po stërvitjet po shkojnë shumë intenzive, trajnerin e kemi shumë profesional. Normal, gjithmonë kur i kërkojmë leje, duhet sikur me kërku një leje kështu të veçantë, po megjithatë ja vlen kur ka kësi raste normal edhe me prezantu. Kupa e Kosovës për vitin e 5 të rresht. Po. Për mua si kapiten është kupa e 4, do me thonë, po si klub është kupa e 5. Normal, se parën e ka ngritur Piana. Po, parën e ka ngritur Piana, po e mbajment ka qenë në Pej, në Karagaq, edhe aty normal emocioni veçantë, po për mua si kapitenit është kupa e 4, e klubit kupa e 5. Është kënaqësi e veçantë, me të vërtetë ka njerë dhe fjalë të mungojnë se veç ai që është sportist ose veç ai që ka përjetu këtë ndjen mundet me të kuptu, për ndryshe normal gjithmonë kur puna palodhshme, sakrifica, mundi vlerësohet, normal që ti gjithmonë e ke atë ndjenjen e vet përmbushjes edhe është shumë vështirë me përshkruar me fjalë se ç'ish po ndihesh. A është kupa më e mirë që ke ngrit? Duke e ditë se vitin e kaluar keni fitu krejt, por si vjet ka qenë pak më ndryshe, sepse jo hakmërt pak a shumë, apo ndryshe ju revanshut ekipet të cilën unë poshtët pra 5-0-3 që unë poshtët në Superkup, e këthyt me pas atë revansh në kuadrët kupës. Po, veçantia kupave është gjithmonë ndryshe. Neve kemi pas një seri shumë të mirë si ekipi Bashkimit Femrave, kemi fitu 9 kupa rresht me trajnerin i kaluar i cili ishte Viktor Kovac, dhe ne si struktura dhe ekipit kemi bërë shumë ndryshime që nga trajneri në ekipi ka qenë komplet i ripërtrim, një ekip me vajza komplet të reja, do me thonë mosha mesatare ka qenë diku 22-23 vjeçare, ndërsa ekipi PA03 një ekip i cili është përgatitur edhe për FIBA Euro Cup, me vajza të cilat kanë pas edhe përvojën të kaluar në këto gara. Po, si të them, një farë mënyrë yjet e Kosovës i kanë mbledhur në një vend dhe normal për neve ka qenë një, mos them një disavantazh, po neve kishim sikur të shohim me të bëjmë. Do të thonë shohim me të bëjmë, edhe në fillim e kishim një përballje me to për Superkupën e Kosovës, në të cilën ekipi 5 na mujti, po jo me ndonjë diferencë të madhe, ishte një diferencë shumë minimale. Dhe siç thave edhe ti, si lloj hakmarrje, tash ky fitimi i kësaj kupës ishte unë për veti isha shumë e lumtur, gjithë ishin të lumtur se jo veç unë, po ndoshta edhe njerëzit për rreth kishin pak dyshime në këtë trofej ose në përgjithësi në curi si ekip, po fakti që edhe fillimi i sezonit nuk ka qenë shumë i mirë për neve si ekip, ka pas pak ashtu dilema se si do të shkon rrjedha e ekipit Bashkimit. Po për ndryshe unë jam shumë e lumtur, çdo kupë, çdo trofej ka veçantinë e vet, po jam shumë e lumtur që pas shumë kohësh me ekip të ri, me trajner të ri, domethënë u mundum edhe e mbajtëm trofeun në Prizren. Duket që kanë këndellë edhe ardhje të reja, sidomos se Saranda Daci, një basketbolliste me përvojë, madje se që kon vret, s'pëdje shkon në tandeme me Saranda. Po, Saranda keni një tandem të mirë. Saranda Daci, si që njohin gjithë, do me thonë, është një lojtare që ka shumë përvojë, edhe nive menaxhmenti i ekipit ka bërë një punë shumë të mirë, sepse pas gjysmë sezonit të parë
kanë po ato pikat ku kemi pas nevojë ne më shumë të përforcohemi, trapezi ka qenë një për pikave që ne kemi çalu dhe me Saranda Dacin kemi bashkë një prekje shumë të mirë dhe po, unë me te sikur kemi kimi, kështu e na shkon ajo dysha jonë, sepse zakonisht kur të luajnë dy qendra në lojë është pak edhe problem, kjo vrejta tek basketbolli i meshkujve, po për ndryshe unë jam shumë e lumtur, jo vetëm Saranda, kemi pas edhe 3 prurje të reja, edhe sikur ekipi u kompletua. Edhe pse tek meshkujt s'po ka qendra, s'po ka lojtar gjatë. S'po ka. Është pak sa vështirë megjithëse të mos basketbolli vendor. Përveç saj, objektivi cili është i këtij edicioni, kuptohet që... Po, objektivi do me thonë, njëve si ekip na mungon edhe Liga Unike, po normal titull që na vinë tash është Liga Unike dhe titulli kampion, kjo kup njëve na ka motivu shumë a shumë. Normal, objektivat kanë qenë që në fillim, po si që ceka edhe për shkak se ekipi është 3x3, treneri i ri, shumë vajza që për herë të parë po luajnë edhe shumë vajza që për herë të parë po marrin përgjegjësi, ka qenë pak ajo dilema se çka do të bëjmë domethënë gjatë këtij vitit. Në kush që kemi pas ndonjë presion nga menaxhmenti, thjesht ka qenë një ristrukturim i ekipit dhe normal motivi ka më qenë që edhe për 2 trofejt e ardhshëm me luftu deri maksimumin që mund me bë. Duket që jeni mirë të shku në Ligë Unike. Jeni në pozitën e dytë aktualisht, pozitën e parë PA03, kurse ekipet të cilat nga Shqipëria që vitin e kaluar, në fakt Ligës Unike është flamurtari i Shqipërisë që e mban titullin, por që rrjedhimisht më duket ka marrë ky titull në Kosovë. Me gjas po, ekipet e Kosovës edhe në të kalumen kanë tregu që kanë shumë kualitet, sepse edhe në garët e kalume për titullin të Ligës Unike ka marrë, mos gabofsha njerë PEA dhe njerë Penza, njerë ekipi i Prishtinës, po edhe kjo tregon shumë, edhe unë shpresoj që ndoshta në finalet jenë 2 ekipet Kosovës, pse jo. Do të ishte më interesante. Ishte më interesante, po. Po ashtu edhe e përmendën kampionatin. Është më i luftuar se herës kalume? Është shumë me shumë rivalitet, edhe unë po besoj që ka me pas rivalitet, edhe tash nuk po du me thonë prej tash, sepse është pak edhe herët, jemi 2 muaj para titullit kampion, po me gjas edhe me renditje tabelare, sikur përsëri me PEA do të jemi aty. Ka me qenë një gare vështirë, ka me qenë një gare hapur, dhe me thonë se une prap mos përsëritem, po gjitha humbje që kemi pas kundër ekipit PA03 kanë qenë humbje shumë minimale, 5 pik, 9 pik, kështu, edhe njëve tash edhe për kup fitorin që patëm me 9 pik, kështu që gjithë shka është e hapur, du të me qëndru me kam tok, nuk bën me u vetë knaq, edhe pse ky titull është shumë meritor, po tash nuk bën na me vetë knaq, edhe me thonë që ne do t'i fitojmë gjitha trofejt, po shpresoj shumë në punën që do t'a bën treneri, bashkë me ekipin, edhe shohim tutje. Përveç PA03, kënd është tjetër rival? Ka qenë edhe viteve të tjera Prishtina, por duket që u zbe pak a shumë. Nuk e di pse kjo, ndoshta është pak edhe për keqardhje, po gjitha ekipet që janë në pozitën 3-4 e tutje, sikur janë dorëzuar shumë herët. Edhe pse rivaliteti gjithherë ka qenë Bashkim Prishtinë dhe Penza. Unë për ekipin e Prishtinës e kam cek edhe në shumë intervista tjera që ka qenë ekipi i cili nuk është bazu kur në një lojtar edhe gjithmonë neve na ka bë problem në gjysmëfinale, sikur kishim ose edhe në përfinale, mos gabofsha para 3 vjetë ose 4, kemi shku deri në 5 lojë me ekipin e Prishtinës, që tregon shumë për ekipin e Prishtinës, i cili ka me të vërtetë edhe histori edhe traditë në sport, po nuk e di këtë vit edhe vitin që shkoj, sikur edhe Prishtina, edhe ekipi Penzës, pak sikur nuk e di, po dorëzohen shumë më herët, ndërsa për këto ekipet e tjera që po luftojnë poshtë tabelës, veç janë duke luftu me zvete, po në përgjithësi rivalin kryesor e kemi PA03. Që do t'jetë pa dyshim deri në fund. Aliona, diçka të fundit me ndonjë mesazh apo ndryshe edhe për tifozët, sepse keni pas për kraje. Ajo lojë, kjo ndeshje, domethënë përgjithësi, ka qenë edhe për me u habit, sepse kemi pas numër mjaft madh të shikuesve, gjë që nuk ndodh shpesh në basketbollin femëror. Përgjithësi, sportet e femrave nuk është që ka shumë shikueshmëri, dhe kjo mua ka befasu shumë, edhe me të vërtetë ka qenë një emocion shumë i veçantë me lujt në atë numër të madh publikut. Kjo që ndoshta me të vërtetë mi falënderoj nga zemra gjithë ata që kanë ardhur na për krah.
Përndryshe një falëndrim veçantë presidentit, stafit, lojtarëve, trajnerit, edhe gjithë ata që vinë me na mbështet, e janë i përsëri me na mbështet. Kam pas që me mbështet se tek meshkujt duket që u zben, sidomos në finalin e zhvillu me ke qenë e pranishme. Po isha e pranishme, po. Ke qenë sigur që ka me fitu bashkimi? Nuk e di, pashtet aty se do t'jetë një gare hapur, tash a do të fiton bashkimi apo Trepça, në fund le të fitoj më i miri, po sikur nuk e prisja që t'jetë një rezultat shumë thellë, humbja, e prisja ndoshta 5 pikë, 6 pikë, po jo t'ishte aq rezultat i thellë, po megjithatë ky është sport edhe nuk i dihet. Edhe ne kemi pas periudha ku kemi pas start shumë të mirë gjatë gjithë kampionatit edhe në finale kemi humbur me 20 pikë. Që nga njerë më mirë me njësë ma dop. Po, ka njerë është ma mirë, po, që ashtë mos mira vetit mësish. Oleona, shumë faleminderit që zgjete kohën dhe ishe pjesë e emisionit Pas Dita Sportive. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë.